Nga perëndimet mbi liçenin e Shkodrës tek natyra dhe aktivitetet turistike, Shkodra po vijon të jetë një nga ndalesat e preferuara për vizitorët e huaj. Turistët që kanë bërritur së fundmi në qytet shprehen të impresionuar nga pejzazhet, pastërtia dhe mundësia që të ofron zona, duke veçuar veçanërisht liçenin, kodrat dhe gjelbrimin. Që në pamjen e parë është thjesht mahnitse e jashtëzakonshme. Ky perëndim është gjithçka e pabesueshme dhe me shumë mundësi do rikthehemi përsëri këtu. Më pëlqeu shumë. Rruga e kthimit ishte pak si stërvitje, por me biçikletë u ndjeva shumë e sigurt. Zakonisht jam pak e ngathët dhe kam forma, ndaj ndihem disi në ankth kur ngaz biçikletën, por këtu u ndjeva shumë mirë. Jam nga Londra. Po, është hera ime e parë këtu, po qëndrojmë në një vilë shumë të këndshme, ku kemi edhe pishin. Në Shkodër sapo kemi mbërritur, fillimisht ishim në Tiranë dhe tani jemi këtu. Kemi vetëm disa orë që kemi ardhur. Tani do marrim një vark në Qera dhe do bëjmë një notë. Është shumë bukur këtu. Mendoj se më pëlqen më shumë se Tirana. Është më e pastër dhe më e këndshme. Patjetër doja u rekomandoja të tjerëve. Liçenin sapo e kemi parë, vetëm gjatë gjysmore të fundit. Është shumë i bukur. Sapo zbuluam edhe këto biçikletat e ujit. Nuk ishim parë kur diçka të tillë më parë. Natyra është e mrekullueshme. Ky kombinim i ujit, kodrave mallështore dhe gjelbërimit kudo është fantastik. Më pëlqen shumë. Edhe gjatë një rruge të zakonshme duke u kthyer nga mali apo kodra, kaq shumë fruta dhe bim në përkopshte. Nuk kam parë kur kaq shumë shek që rriten thjesht në oborre. Është fantastike. Përdej vizitave tradicionale, aktivitetet në natyrë po japin turistëve mundësinë të përjetojnë Shkodrën në mënyrë më aktive. Përshtypjet e tyre tregojnë se qyteti po konsolidon pozicionin si një destinacion ku natyra, liçeni, kultura dhe aktivitetet turistike bashkohen në një eksperiencë të vetme.